Seanca e sot me 50 të Këshillit Komunal të Gostivarit mund tjetë edhe e fundit e kësaj përbërje të Këshillit Komunal. Pikat e rendit të ditës të përgatitura nga administrata për mbledhjen e fundit të Këshillit u diskutuan dhe morën miratimin e këshilltarëve. Ndryshe nga radhat e tjera, Këshilli Komunal sot i zhvilloi punimet në sallën e rinovuar të Këshillit, aty ku kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani mbajti dhe një fjalim falëndërues për gjithë këshilltarët pa dallim. 4 vite, sa janë të gjata, janë edhe të shkurta. Ja, si sot e mbaj mend në vitin 2021, kur filluam me seancat atë botë si kryesues Këshillit Komunal. Ishin 4 vite dinamike për të gjithë ne, por edhe për qytetin tonë. Gjatë këtyre 4 viteve, përveç tjerave, besoj se të gjithë ne tani më kemi minimum nga 30 miq të ri, ka të cilët mund të llogarisim në jetën e përditshme. Sa i përket punës, kemi pasur edhe kritika, edhe sugjerime, edhe ide, mirë po gjithë kjo vetëm e ka forcuar demokracinë në nivel lokal në qytetin tonë dhe gjithsesi i ka dhënë një dimension tjetër punës së Këshillit Komunal. Kemi pas edhe përplasje, debate, por besoj që gjithmonë kanë qenë në të mirë të qytetarëve tanë, qytetarë për të cilët ne u zgjodhëm në vitin 2021. Unë dua personalisht të falenderoj të gjithëve, një nga një, për punën që keni bërë, gjithashtu edhe profesor Namikut, për punën e shkëlqyer si kryesues Këshilli në këtë periudhë prej kur e mori këtë detyrë. Përshëndes edhe këshilltarët të cilët nuk janë sot prezent, por edhe ato të cilët ishin pjesë e Këshillit e pastaj morën detyra të tjera. Dua që uroj mbi gjitha vetëm shëndet dhe dua që them që gjithmonë, ashtu siç e keni bërë deri tani, pa marrë parasysh prej cilës pozite, të vazhdoni të jeni zëri i qytetarëve tanë dhe të vazhdoni ta bëni më të mirën për qytetin tonë. Mirënjohje për punën e Këshillit ka shprehur edhe kryetari i Këshillit Komunal Namik Durmishi. Drejtimi me Këshillin Komunal për kryesuesin Durmishi ka qenë një privilegj i veçantë. Së bashku kemi marrë vendime të rëndësishme atëherë kur u votuam në vitin 2021. Kemi përballuar edhe sfida dhe kemi ndërtuar ura bashkëpunimi që do lënë gjurmë pra të qëndrueshme në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Asnjëherë nuk është boll, nuk është kryer gjithçka, po jemi munduar të bëjmë më të mirën. Jam i vetëdijshëm se çdo vendim i marr ka kërkuar mendim të thellë këtu në seanca, diskutim të hapur, pra shpesh herë edhe kompromis. Falënderit që kompromisin e kemi pas nga gjithë. Por mbi të gjitha ka qenë e dukshme përgjegjësia jone e përbashkët për të punuar në interes të përgjithshëm dhe për të ngritur standardet e qeverisjes vendore në komunën tonë. Ndërsa ky kapitull tani sot, pra po ndoshta muajin që vjen edhe disa ditë që na kanë ngelur, po mbyllet, duhet të falenderoj për besimin, koreksinë dhe ndihmesën që keni dhënë ju, si individualisht ashtu edhe në mënyrë kolektive. Kontributi juaj ka qenë thelbësor për ecurinë dhe suksesin e këtij këshilli. Ju uroj një herë para së gjithësh shëndet, suksese dhe ju garantoj se në vazhdim dhe shpresoj që rrugët tona do kryqëzohen dhe akoma do jemi gjithë këtu. Sërish në shërbim për më të mirën për të bërë për qytetarët tanë. Unë këtu publikisht një herë çdo njeri nga ju do i kërkoj falje nëse diçka kemi gabuar, po qëllimi ka qenë për të mirën e qytetarëve tanë. Dhe këtu do e veçoj vetëm një, ka qenë Lek, ai i cili shpeshherë kemi pasur disa debate dhe Lek, domethënë duhet të kërkojmë falje njëri tjetrit, por besoj se ka qenë në protokoll të punës. Nga një fjalim falëndërues ka mbajtur edhe 2 këshilltarë komunal të Gostivarit nga radhat e BDI-s, Lek Dalipi dhe Vjolca Baftiu Zulbeari, të cilët shpresojnë që me angazhimin e tyre të kenë përmbushur një pjesë të pritshmërive të qytetarëve. Jam përpjekur të jem me gjithë zemër zëri i qytetarëve. Ti dëgjoj shqetësimet e tyre dhe t'i sjell këtu në këtë sallë ku shpeshherë zhurma muhabetit ton ka qenë më e madhe se zgjidhjet të cilat i kemi ofruar. Megjithatë, shpresoj dhe besoj se të paktën një pjesë e nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve i kemi përmbushur me nder. Nuk ka qenë lehtë që zëri qytetarëve, sepse njerëzit presin shumë dhe me drejt, por në çdo vendim, në çdo votë, në çdo diskutim kam pasur në mendje një gjë, Gostivari meriton se gjithmonë më të mirën. Dhe nëse ndonjëherë kam bërë ndonjë gabim, shpresoj që gabimet kanë qenë të ndershme, të mbërën nga dëshira si tjerë për të bërë diçka më të mirë.
Shpresoj dhe besoj të paktën një pjesë e nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve i kemi përmbushur me nderin tonë më të madh. Nuk dua ta fsheh, ka pasur momente të lodhshme, të gjata dhe të mbushura me polemika, por edhe ato do t'i mbajmë mend me buzëqeshje, sepse në fund kjo është demokracia. Një garë idesh, ndonjëherë me ego, por gjithmonë në shërbim të njerëzve tanë. Çfarë vlere përndryshe do të kishte ky këshill, pa pak rivalitet, pa pak debate, pa pak shkëndija elektrike në këtë sallë. Largohem nga ky mandat më i pasur me përvojë, më i pasur me miq dhe pse jo pak më i fortë nga kafet të cilat i kemi pasur zakonisht pas seancave, pra më i fortë nga këto kafe. Dhe për fund dua të them një gjë, nuk e shoh këtë si një lajm të mirë, por si një kapitull i cili duhet mbyllur, sepse dashuria për Gostivarin nuk mbyllet kur, ajo është një mandat, nuk është mandat 4 vjeçar, por është një mandat i përjetshëm. Kështu që edhe pse nuk do të jemi më në këtë sallë, do të jemi gjithmonë këtu, në këtë qytet, në mesin tuaj, duke bërë të maksimumin ton, si qytetar dhe si mik për të ndihmuar Gostivarin ton të shkojë përpara. Gjatë këtyre viteve, unë kam ndarë edhe gëzimin, por edhe sfidat. Së bashku me ju kam festuar edhe sukseset, por edhe kam mësuar nga çdo vështirësi. Pra, angazhimi im i vazhdueshëm ka qenë gjithmonë për të bërë më të mirën për çdo qytetar tonë. Gjithashtu, kam pasur nderin të punoj në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e këshilltarëve më të mirë, të këshilltarëve tonë të Bashkimit Demokratik për Integrim, duke filluar nga Zotrit Gajuri, nga Lega, nga Afrimi, nga Altina, nga Teuta, nga Sebajetja, nga Halimi, nga Azizi që se kemi këtu, me të cilët me të vërtet kemi kaluar qaste dhe ndoshta edhe sfida të ndryshme, por me të vërtet kemi qenë çdo herë bashkë njëri tjetrit, e kemi përkrahur njëri tjetrin dhe e kemi ndihmuar çdo herë që të dalim të suksesshëm të gjithë së bashku si ekip. Edhe pse kemi qenë këshilltarët me numër më të madh këtu në këtë sallë. Kam qenë çdo herë krah çdo artisti, çdo sportisti, çdo krijuesi dhe çdo personi me nevoja ndryshe, sepse besoj se secili prej nesh e ka një histori, një ëndër dhe një zë që duhet dëgjuar. Pra, jam thellësisht e kënaqur që kam pasur mundësi të jem pjesë e jetës suaj dhe shpresoj që gjithmonë të vazhdoni të besoni te fuqia e zërit tuaj, sepse çdo mendim dhe çdo ide ka vlerë. Edhe unë nëse nesër nuk jam këtu, unë çdo herë do jem për krah jush. Ndryshe, seanca e sotme ishte edhe e fundit që mbahet me këtë numër prej 31 këshilltarësh komunal. Përbërja e re e Këshillit Komunal që u dal nga zgjedhjet lokale të 19 tetorit do të numërojë 8 këshilltarë më pak, pra 23 këshilltarë sipas një vendimi të qeverisë tashmë të konfirmuar nga gjykata kushtetuese, që erdhi si rrjedhojë e regjistrimit të popullsisë dhe ndarjes së qytetarëve në rezident dhe jo rezident. Ky vendim ka prekur më së shumti Gostivarin dhe 20 komuna, në të cilat diaspora është praktikisht e zhdukur.